Nëse Ignatja kualifikohet në finalet me barazimin, ju keni domosdoshmëri fitore, sepse s'ka rezultat tjetër indirekte. Sa e vjen në presion, do më thotë kjo fitore domosdoshme për Partizani? Shiko, në çdo rezultati, një ekip që është Final Four, patjetër që ajo presioni është, po duhet të jetë pozitiv. Për ne është shumë e rëndësishme që arritëm të hyjmë në Final Four, siç erën situatat, ishim në presion, po fal punës edhe performancës që patën çunat, ja dolim. Kjo është shumë e rëndësishme. Tash nuk është se jemi na ka vu gjumë kjo arritëm kuptimin e mirë fjalës, sepse ishte gjithë sezoni në diskutim. Kështu që nesër do shkojmë bëjmë më të mirë, do bëjmë ta kthejmë fest. Patjetër që është ekip i mirë, vlerësojmë, po që ne do bëjmë një Partizani dhe bëjmë tonën. Tifozët janë një armë. Cilat do të jetë arma tjetër për të marrë suksesin për Partizani? Shiko, ditën e parë që kam marrë, kam thënë që ne jemi ata që mund largojmë tifozat, ne jemi ata që afrojmë. Për fatin e mirë në ndeshje decisive siç që e Elbasanit, ata asnjë s'ka mungu, po ndeshja me Elbasanin që ndoshta edhe u dukën pa mbështetjet e tyre. Kështu që nesër besoj se do jenë shumë më tepër. Edhe është armë forte Partizani. Dhe ka genetikë Partizani, pa tifoza, është i mangut me tifoza, është forcë ekstra. Kështu që do shikojmë nesër. Rëndësi ka që të shkojmë qartë me besim që do luajmë një ekip mirë, po edhe mundësitë disa është ndeshje e hapur. Ata kanë një favor, kanë ata sapët e veta, kanë edhe barazimin e që kualifikon, po 90 minutë që do jetë luftë për ne. E keni llogaritë që përballë mund të keni një kundërshtar të lodhur nga 120 minutat e finalit të skupës, e ndihmon Partizanin? Partizani me hyrë të kellçet e njëri tjetrit. Ne respektojmë çdo situatë që kalon edhe i vlerësojmë. Edhe ne kemi qenë në situatë ku kemi ardhur mas 120 minutave, e bëm mirë në Elbasanin, kështu që nuk e di se sa çfarë gjendje janë, po mundohemi të studiojmë duke llogarisur 100%. Kjo është rëndësishme. Dhe një të fundit nesër me skuadrë plot apo përsëri keni pikpyetje apo nesër? Jo, kemi vetëm Herolin Shalën, ka ardhur vonë, ka ardhur 3 javë para se marrë kampionatin si pjesë e re e projektit, ka pas një tërheqje muskulare, të gjithë tjerët janë rikthy. Deri nesër s'kem vendos, mas pak minutash kemi seancën e fundit, do punojmë me qetësi e me detaje dhe të lëmë fushës nesër. Prega, sa është i aftë Partizani nesër të arrijë finalen e Final Four? Kena punu mirë gjatë kësaj jave, Partizani o gati që nesër të japi maksimumin, edhe të arrijë fitoria. E presim një gol të Pregës nesër në fushën e fundit? Do jap më të mirën time për ekipin, e rëndësishme o fitoria, pastaj goli është bonus. Ndërkohë, çfarë ka armë pozitive dhe armë plus në Kashilo Vëzhinës Partizani? Partizani me ardhin e profesorit ka tregu që është shumë agresiv edhe luftove vetëm për fitore. Faleminderit.